Lajmin në orën 3 pa qerek. Më ka marrë nipi në telefon, edhe nga puna e nga drekën, u qetësova pak, telefonin në tavolinë. Më bie telefonin në Messenger, për moment, për tova të ngrishi, nuk zjara dorë, thash, kush merë do marri prap. Po më blonte diçka në gurmas, nuk po rria dot. Pa kalu 1 minutë, unë ngrita dhe mora telefon, shikon nipi. E marrë në telefon dhe më thot, kam vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morëm njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mo e gjeni do të gjallë. Se rrimi i fshat, Allah mbrezi. Biro Skoveci lartë, edhe këtu, ishte policia, media, të gjithë, nuk la lejon të hynin brenda, okej, s'ka problem, shteti bën punën e vet. Ja kështu. Po, për ishit në ndjerni për konflikte që kishin patur në ardhin e djalit nga emigracioni? Ai ka qenë problematik. Ka qenë 50 vjetë motra jonë, gjithmonë për atë ka qenë mbules. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba embëlsirë, të vi fëmija ta përqafoj, të vi grujet, se jemi vetë familjar, hidhi dorën në qafët, u lodhe, u bere, kupton? Kupton? Ja i shenë. Kur keni kontaktuar për herë të fundit me motrën tuaj? Para 10 ditësh mund t'i themi, i denaciojnë në polici. Vjen policia këtu, merr motrën, merr dhe nipin. Më marri telefon nipit nga Greqia dhe më thonë, Daja, shkon në Roskovec se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Çfarë ka denoncuar për pasurinë? Kriminali. Për çfarë i denoncoi? Kishë mbyll ca gjëra në poshtë. Patate. Kupton? Pse i mbodhe këtu, po s'më fal, e si mbodhe këtu. Vrej mbodhi djali, nuk të bën këtu, mbilli ti më tej mot. Për para 10 ditësh? Urdhon? Ishte dhunuar apo i kërkojnë ndihmë policisë për t'i hequr qafën? Për çfarë i kërkojnë ndihmë? Jo, për moment nuk pata mundësi të vija në atë moment që më mori nipi telefon. Vjen çupa, kisha gocën në shtëpi se kam shkollë në Tiranë, bie gocën në Roskovec, nis për në Tiranë gocën, edhe vi këtu te motra. Hyj brenda i gjej të 3. Sa hyj brenda filloi motra po ngushëllojsh. Nipi i ka pa piqafe, i përqafova, qa kini, qa ka ndohë? Po ja, i vata, reshefit, pse bësh, e ke djallë. Nuk të pëlqej tu, haj këto, motë mos i mbill tu, mbilli më tej, qetësoni. Qetësoni. Konflikte banale. To janë konflikte kot, a i me fjalë ka qenë problematik. I ka dhunuar më përpara? Këte do të them, se unë kam jetu në Greqi 25 vjetë, dhe nuk në është, shamull, tani, që të themi një burri dhunshëm, ka qenë. Po nuk e mendonit kurse si që mund të arrinte deri këtu? Ja kaq, të arrinte deri këtu, dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje, ka kriju vetvrasje. Ka bërë tentativë vetvrasje? Po. Për çfarë arsye? Pra, për këto gjëra. Këtu ka qenë, domethënë. Për këto gjëra, para 20 vjetësh, në mars të 2000 është regjistruar në polici, në mars 2026. Të 16. Jo, 2006. Të 2006, po 20 para. 2006. Ariane çfarë moshe ka djali më? Çfarë diferencë? Arbeni është i madh. Arbeni është 50 vjeç. 51 50 Arbeni. Dhe ky i vogël? I vogël 36, 37 vjeç, 35 sa do jetë. Një gjë e tillë. Sot është ceremonia martore dhe trupa do të përcjellen të ndarë. Trupa po, ne kemi marrë të ndjerën tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lart ku kemi nëna dhe baban, të jetë në mes luleve. Po ta afërmi të këtij. Nuk më interesojnë fare. Ata e kam dhënë me zë dhe me shkrip, ta e meni dhe e groposni në kanalin më të thellë. Ka ta afërma Ta që janë kanale. Nuk më intereson fare, nuk asnjë. Nuk i ka ardhur asnjë. Mendoj se mund ishte parandaluar nëse armat do të ishin gjetur para 10 ditësh kur policia të ardhur në familje. Po kush i shkonte mende do kisha i armët i vëlla? Kush i shkon mende se do kisha i armë, do bende këtë të gjë, se nuk mund të vrash ti nesër gruan atë. Po 20 vite më parë kur është tentuar për të vetë vrarë me armë. Ku e ka gjetur armën? Me çfarë arme? Kush e di? Ku ka gjetur? Kush e di? Edhe atëherë tentoi të vrisë. Edhe tentoi të vrisë vetë me armë 2006. Mars 2006. Me ju në Allambres, familja e... Urdhon? Familja e këtij Po. Ka qenë me ju fëmijë në Allambres kur është martuar motra me to? Si e keni bërë fëmijë? Se diu tani po pjo thellti, nuk e di unë. Ka motrë, nuk se në xhaxhajt atje, nuk ka lidhje ajo para 50 vjeç. Jo nuk kanë ardhur, ajo ka vëlla.
Ajo Si ka ka vëllë. patur marrëdhëniet Shefiti me të afërmit e tij? Zero. Zero me të gjithë. Zero me të gjithë. Kjo është arsye Me të gjithë. që u zhvendos nga Mambresi këtu? Jo, Na levani nga na levani e sollëm ne këtu për më mirë, në gjithë Perëndis, në anë të çadës, me ujë, me të tëra, e sollëm ne. Mos të vujtën në levan plak lart. Si është gjendja e fëmijëve, sepse ata janë të ndarë mes Gjendja e fëmijëve është s'ka ndonjë mirë për baban, se u vrau nenën. Je prind, je prind, mos o zot të ndodhin. Do ta mbrosh, do ta mbroj fëmia? Mos o zot. Të lutem.